Banorët e zjarit do të ankohen në ditën e Kiametit, dora thot do flasin, dora do flasin, një parasysh, dora do flasin, këmba do flasin, gjymtyrët do flasin, shqisa do flasin, përveç gojës normal, e cila do mbillet. Çdo lëkura do flas, lëkura do flas, do folin. Interesant. Edhe njeriu do ankohet, lime shahidtum alejna. Pse dëshmoni kundër nesh? Do të thonë, trupi do dëshmojë kundër teje. Kjo është shumë interesante në ditën e gjykimit. Edhe goja do u thosë pjesëve të trupit. Goja, pse dëshmoni kundër meje? Goja do folje me kamën, ashtu? Goja do i folje dorës, dora do i përgjigjet gojës. Goja do u thosë pjesëve tjera të trupit, lime shahidtum alejna. Pse dëshmoni kundër meje? Pse çfarë kemi me mua? Unë ju mbajta gjithë jetën 75 vjet, 80 vjet, 60 vjet. Unë u sheva me kozmetik u mbajsha, u lisha, u drejtojsha, mos plaki, mos dalin rrudhat, ju sot folni kundër meje. Shifni, dora do folje, goja do folje, gjithçka do folje kundër nesh. Kundër nesh, edhe këmba. Edhe kur goja do u thotë këtine pse dëshmuat kundër meje, pse dëshmoni kundër meje, e dini çfarë do thuan këto? Antakan Allahu alladhi antaka kull shay. Neve na bëri të flasim Allahu. Shikoni, kush i ka bërë të flasin? Atë që thash, edhe kjo mund folje, edhe mikrofoni, edhe kjo, edhe dritari, edhe muri, gjithçka mund të flasë. Antakan Allahu alladhi antaka kull shay. Na bëri të flasim Allahu. Allahu na bëri të flasim. Kush është Allahu? Ai i cili bëri që të flas çdo gjë. Shikoni, çdo gjë bëri të flas. Allahu e ka bërë të folje çdo gjë. Nuk ka gjë në hapësirë, dashur vëllezër, nuk ka gjë materiale, fizike, shpirtërore, metafizike që ekziston, që e shohim dhe që nuk e shohim, e cila nuk mund të flasë. Do të thonë, çdo gjë mund të flasë. Çdo gjë. Pse? Sepse thot Allahu është ai i cili na bëri të flasim.